Klubi Notit vllaznimi në sezonin e dimrit nuk po ka se ku ta zhvilloj aktivitetin e Notit. Kjo si pasojë mungesës së një pishinë të mbyllur. Trajneri i klubit të Notit vllaznimi Ymer Lota tregon se ky është viti i 5 që fëmijët e klubit udhtojnë në Pej për të mbajtur trajnimet. Veras janë kushtet më të mira, për shkak se kem mundësi, kem kohë, hapësirë, pishinat hapën, dimrit ka problem. Qyteti nuk ka pishinë të mbyllur, janë 2% ne po duhet viti 5, po duhet mëlltu, bëjt 5. Fal mirëkuptimit të prindërve dhe sponsorëve, udhtimi nuk po është një problem i pasgjidhur, shtoi Lota. Udhtimi vetë merr kohë, jo edhe një orë gjysmë aty, 4 orë, 5 orë i hupim. E për fëmijën tash pak është orari gjatë. Tash pak kohën, vera s'ka më tepër, tash më pak, po fatmirësisht për prindën e fëmijëve edhe sponsorëve që na hekin shpenzimet e rrugës, problem se edhe e ka i kosto. Sipas Lotës, qyteti ka nevojë për një pishinë të mbyllur, qoftë për zhvillimin e trajnimeve të Notit, por edhe për personat që kanë probleme me shëndetin dhe e kanë të nevojshme rehabilitimin. Pashtriki e ka mbolu. Nërtili është, nuk është aktiv, nuk kem shtetënor, për komunën, për i buxhet që e kanë, nuk ka kurgjohish mi bëj pishinë gjysmë olimpikit, deqani ato bo. Nuk ka kostot madhe, për ty për mua shumë, për komunën nuk ka shumë. Qyteti ka nevojë për to. Nuk ka veç për çështje klubit, po edhe për shëndet, ka njerëz që janë me probleme. Po, ka nevojë për pishinë. Ndër të tjera, trajneri Lota tha se interesimi më i madh i fëmijëve mbetet gjatë verës, por që edhe dimrit ky sport mbetet aktiv. Kujtojmë se 23 tetori shënon ditën botërore të Notit si një mundësi për të treguar rëndësinë e këtij sporti dhe inkurajimin për të marrë gjithë secili me të.